Përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të komentuar këto lajmet e reme. Ka dalë një lajm që Gjesti ka aplikuar për shtetësi të Shqipërisë. Me zemër të madhe, me thonë drejtën, do kisha dashur që Gjesti të merrte pasaportën shqiptare dhe të kishte dy shtetësi, dhe atë të Kosovës dhe të Shqipërisë, nuk ka asnjë gjë të keqe. Nuk jam kundër eptësisht, me gjithë zemër e kisha dashur edhe unë të kem shtetësinë e Shqipërisë, por për të patur shtetësinë e Shqipërisë duhet kaluar ca shkallë, domethënë janë ca ligje që duhet respektuar. Dhe ka dalur një fotografi që po bëhet virale nëpër të gjitha rrjetet sociale, Gjesti me një vajzë. Unë pikë së pari njërë do t'ua shpjegoj këtë punën për punën e shtetësisë, se si mund ta fiton Gjesti shtetësinë, dhe më pas, në videon e radhës do t'ju shpjegoj kush është kjo vajza dhe çfarë konkretisht ka bërë Gjesti në këtë zyrën. Një lajm që po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale dhe që ka dhezur diskutime të shumta në TikTok, Instagram dhe forume të ndryshme online, është pretendimi se Gjesti, ish banori përfolur i Big Brother VIP Albania 4, është duke aplikuar për shtetësinë shqiptare ose ka nisur procedurat për marrjen e pasaportës shqiptare. Ky lajm, i mbështetur kryesisht në spekulime dhe burime jo zyrtare, ka ngjallur entuziazëm të madh nga ndjekësit, sidomos ata në Shqipëri, të cilët e kanë përqafuar figurën e tij me simpati të veçantë pas daljes nga ky reality show. Po çfarë qëndron pas këtij lajmi dhe sa është e mundshme që një artist nga Kosova si Gjesti të përfitojë shtetësinë shqiptare në një afat të shpejtë? Çfarë thot ligji? Sipas ligjit shqiptar numri 8389, në datën 5/8/1998, kur është vënë si ligj për shtetësinë shqiptare me ndryshimet e mëvonshme, do me thënë, ndryshime që kanë ardhur vite me radh, që nga ky viti deri në vite me radh, ekzistojnë disa mënyra për të përfituar shtetësinë shqiptare. Mënyra e parë është me lindje për ata që lindin nga të paktën nga një prind i Shqipërisë. E dyta, me origjinë për ata që kanë gjak të atij vendit. E treta, me naturalizimin, që është mënyra më e zakonshme për të huajt dhe përfshin disa kritere të domosdoshme. Të paktën 5 vite qëndrimi të ligjshëm të pandërprerë në Shqipëri, të kenë një vendbanim të rregullt në territorin shqiptar, të kenë të ardhurat të mjaftueshme dhe përshtatshmëri kulturore, njohje të gjuhës shqipe dhe integrim në shoqëri. Gjesti, si një shtetas i Kosovës, i përket një kategorie të veçantë, sipas marrëveshjeve bilaterale dhe afërsisë të lidhjeve midis Shqipërisë dhe Kosovës. Aplikimi për shtetësinë shqiptare për shtetasit e Kosovës është lehtësuar, por nuk është automatik. Shtetasit e Kosovës kanë të drejtë të aplikojnë edhe në disa raste, nëse konsiderohen figura publike ose me interes për kulturën shoqërinë shqiptare, mund të përfitojnë shtetësinë me një procedurë të përshpejtuar, nëse miratohet nga presidenti i Republikës për arsye të veçanta. E kuptuat, Gjesti mund ta përfiton shtetësinë e Shqipërisë, sepse ka një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Kosovës që ju e dini. Ta lexoj edhe një herë këtë. Do të thënë, këto 5 të para që i lexova janë ligjet se si përfitohet shtetësia e Shqipërisë sipas kushtetutës të Republikës së Shqipërisë. Ndërsa kjo tjetra është marrëveshja mes Kosovës, por edhe këtu ka një thyrje tjetër që personazhe si puna e Gjesti, që janë personazhe publik dhe personazhe që kanë interes, do me thënë, për Shqipërinë në këtë rast siç është Gjesti, mund të ketë një përfitim të përshpejtuar të situatës pa i patur këto 5 gjërat e tjera. Dëgjoni mirë tani. Gjesti, edhe një herë them, si një shtetas i Kosovës, i përket një kategorie të veçantë, sipas marrëveshjes bilaterale dhe afërsisë së lidhjeve midis Shqipërisë dhe Kosovës. Aplikimi për shtetësinë shqiptare, për shtetësinë
e Kosovës është të lehtësuar, por nuk është automatik. Shtetasit e Kosovës kanë të drejtë të aplikojnë dhe në disa raste, nëse konsiderohen figura publike, që në këtë rast Gjesti është figurë publike, ose me interes për kulturën dhe shoqërinë shqiptare, mund të përfitojnë shtetësinë me një procedurë të përshpejtuar nëse miratohet nga presidenti i Republikës së Shqipërisë për arsye të veçanta. Do me thënë, Gjesti mund të përfiton shtetësinë shqiptare pa asnjë lloj problemi në qoftë se Gjesti ka aplikuar, por Gjesti deri më sot nuk ka aplikuar për shtetësi shqiptare. Pse po qarkullon ky lajm? Nisur nga afeksioni që publiku shqiptar ka treguar për Gjestin, sidomos pas daljes nga Big Brother, është e qartë se çdo hap i tij analizohet edhe shpërndahet në mënyrë të vrrullshme në një rrjet. Një zë i përhapur në TikTok dhe disa portale ros, të cilët nuk kanë dhënë burime të verifikuara, sugjerojnë se Gjesti ka hyrë në një proces aplikimi për të marrë dokumentacionin ligjor shqiptar, qoftë pasaport apo leje qëndrimi me afat të gjatë. Nga burimet tona, nuk ka ende një konfirmim zyrtar nga institucionet shqiptare për një aplikim të tillë. Megjithatë, ajo që mund të jetë më afër së vërtetës është se Gjesti ka nisur procedura ligjore për të mbrojtur të drejtat e tij si artist në Shqipëri. Kjo mund të përfshijë kontrata me avokat të specializuar për të drejtat autoriale dhe menaxhimin e pronësisë intelektuale. Një hap i domosdoshëm për çdo artist që synon të ndërtojë një karrierë serioze në tregun muzikor shqiptar. Tani, janë shumë pyetje për shembull apo kërkon Gjesti të jetojë në Shqipëri. Një tjetër mundësi është që Gjesti, duke parë hapësirat më të mëdha që janë ofruar në tregun shqiptar pas Big Brother VIP Albania 4, mund të kërkojë të ketë vendosur të vendoset pikërisht në Tiranë për të qenë më afër bashkëpunimeve dhe zhvillimeve artistike. Kjo mund të kërkojë leje qëndrimi të rregullt, e cila më pas mund të hapën rrugën për proces naturalizimi nëse ai do të ndjek rrugët ligjore. Në rrjetet sociale, dashuria për Gjestin është e pakontestueshme. Komentet janë të mbushura me mbështetje, për ide që ai të bëhet shqiptar me letra, ndërsa shumë fansa e shohin si një fitim për vendin nëse ai vazhdon karrierën në Shqipëri. Ka edhe të tjerë që mendojnë se Gjesti duhet t'i ofrohet shtetësia si një akt simbolik për kontributin kulturor dhe lidhjen që ka krijuar me shqiptarët e Shqipërisë. Tani, si përfundim i gjithë kësaj gjës, për momentin nuk ka asnjë dokument apo deklaratë zyrtare që do të konfirmojë se Gjesti ka aplikuar për shtetësinë shqiptare, por të gjitha shenjat tregojnë se ai po vendos themelet për një jetë artistike në Shqipëri, dhe ky mund të jetë një hap i mundshëm në të ardhmen. Deri atëherë ky lajm mbetet një lajm që çmend rrjetin, por që për të marrë vullën e së vërtetës, do të krijojë kohë dhe qartësi institucionale. Gjesti, ndërkohë, duket se ka nisur një rrugtim të ri në një publik që mezi pret të shet çdo hap të tij, qoftë në skenë apo në jetën ligjore shqiptare. Do me thënë, Gjesti momentalisht nuk ka nisur asnjë aplikim për shtetësinë shqiptare, por me patjetër në qoftë se do të vendoset në Shqipëri, Gjesti do ta fitojë. Por e bukura e gjithë kësaj do të ishte që me miratimin e presidentit të Shqipërisë, le të del ky zëri nga studioja ime, Gjesti t'i bëhej një akt simbolik shtetësia shqiptare për të mbyllur të gjitha hamendësimet edhe aludimet që kanë ndarësimet shqiptarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Le të tregohej që shqiptarët e Kosovës dhe fenomenet si Gjesti edhe nga shqiptarët e Shqipërisë marrin edhe shtetësinë e atij vendit për të qenë shtetas, do të ishte shumë e bukur. Por deri më tani është dëshirë e madhe juaja, por është një lajm i rem nga mediat e tjera ros.